Për shqetësimin kryesor të fermerëve në lidhje me subvencionet, Zëvendësministri i Bujqësisë Fatmir Guri zbuloi në MCN informacion se qeveria po punonte për krijimin e një mekanizmi të ri për mbështetje ndaj fermerëve. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural po ndërton një ligj i cili do të mundsoj ndërtimin e një sistemi të sigurimeve në bujqësi. Ky do të bëj që mbështetja në rastet e të themi fatkesive natyrore të mos jetë i lidhur me vullnetin e qeverisë, e ministrisë, e autoriteteve, por të jetë i lidhur me një sistem mbështetje, ashtu si që neve sot për shembull e kemi tek aksidentet e makinave. Për sa i përket skemës së shpërndarjes së karburantit, Zëvendësministri Guri sqaroi se për vitin 2026 do të ketë diskutime me fermerët për problematikat konkrete. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të nisë shumë shpejt një diskutim në të 12 qarqet, i drejtuar nga vetë Ministri Salla, por edhe nga i gjithë stafi jonë, në të cilët neve do të kemi një diskutim të hapur me fermerët, përsa i përket atyre të cilët janë shqetësimet e tyre për skemën aktuale dhe asaj që neve mund të bëjmë më mirë në skemën e 2026. Gjatë një diskutimi për paketën e re fiskale, gjatë muajit nëntor, Sindikata e Fermerëve në Komisionin e Ekonomisë e vlerësoi projekt ligjin me mangësi që krijonin pabarazi. Ndër problemet e ngritura ishte edhe zvarritja e zbatimit për skemën e kompensimit të naftës pa akcizë dhe subvencioneve.